jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me emisionin e radhës. Mysafir e kemi për herë të katërt në Merfrim. Hoxhën e nderuar, Bexhet Dënjani. Mirë se erdhe hoxh. Mirë se u gjej kënaqësi më kom mysafiri jotsona. Alhamdulillah, Allah i shpërbleft. Përndishe, khatip në xhamin Haxhi Muhedin. Hoxh, bashkë më dosh me vetë. Ku shkon ky Haxhi Muhedini? Realisht historinë pak shkurt, nuk e di shumë gjatë. Haxhi Muhedini ka qenë djali i Abdul Wahhabit, i cili ka qenë nga lagja Pajko. Ibn Pajko, që është aty te Uragurit. Prej asaj lagje, domon i biri i tij, domon Haxhi Muhedin Ibn Abdul Wahhab mos gabosha, emri i prindit e tij, domon shkopjan të vjetër, domethënë që kanë ardhur ose ka qenë këtu, tash historiatën e tij bashkë në detaj nuk e di. Mirë po ka qenë shkopjan, i biri i tina ka dashur me marrë një mesxhit, një xhami, edhe ka ardhur ka marrë aty. Edhe sot ekziston që më thonë që 400 vjeta, ku di sa ajo xhami. Këtë namazet që janë fare aty shkojnë se vapet. Pa dyshim. Kjo është ajo nxitja, super. Për me bëu vepra të mira. Allah na bëf sebeb ja. Amin, inshallah Allah i ka mëshiru. E çdo sevap e vepër që e bëjmë inshallah i shkon peshorët e tij ya Rabbil Alamin. Amin. Hoxh, sot kena me diskutuar një temë, një hadith faktikisht për çfarë hadithi kallzoi ti, se hadith nisa me kallzu me Hoxhën Fereta, unë duhet me kallzu ju. E po sosa të me e kopni. Mesatarisht e thënë. Mesatarisht po. E kopna ne, e shpjegojmë inshallah. Po inshallah. Urdhëna. Fillimisht bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu na falenderoj, salatat përshëndetjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgoi dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fillimisht përshëndes gjithë shikuesit e juaj në këtë rast, për dhe ty të falenderoj për ftesën dhe vullnetin që e ki për me qenë në këtë dritare të davetit, që të përgëzoj, që është një vepër e madhe, ndoshta ne kanë njerë i ulmi veprat, mi po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe ka thonë la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Mos e përbuz ose mos e nënçmon nga veprat e mira asgjë. Nëse edhe me taku vllahun ta me një fytyrë të buzëqeshër. Ndërsa sa i përket asaj që jemi ftuar për me bashkëbisedu me tije, në kërkimin e sipër të temave të cilat dashëm ta trajtojmë, ishte edhe një hadith i njohur për shikuesit dhe dëgjuesit e juaj, edhe për ju njashtu. Hadithin të cilin transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tregon se disa prej sahabive, i cili hadith gjendet në Buhari dhe Muslim, që disa prej sahabive të rinj kanë dashur ta vëzhgojnë situatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, se si është adhurimi dhe ibadeti i tij. Në kërkim të sipër ato shkojnë dhe ulëmtojnë gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur është në mënyrë intime dhe private, dhe duke u konsultuar apo duke vëzhguar gjendjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njëra prej bashkëshorteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju tregon atyre dhe ju thot që pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e bën këtë ibadet dhe këtë, unë ja tregon gjendjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, karshi adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Atëherë, to kanë qenë 3 djelmosha të rinj apo 3 besimtar të rinj, atëherë vendos njëri prej tyre thot unë do të agjëroj dhe nuk do ta prishja agjërimin asgjë. Për arsye se e kanë nënçmu veten, ka thonë paranoj ky është pejgamberi i Allahut, çfarë vepra të mëdha ka dhe Allahu ja ka falë të namakatet, megjithatë ka qenë i përpikt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ato e kanë marrë një amanet vetvetes dhe kanë vendosur dhe kanë thonë njëri prej tyre ka thonë unë do të agjëroj dhe nuk do ta prishja agjërimin asnjë ditë. I dyti prej tyre ka thonë unë do të falem tër natën dhe nuk do të pushoj as pak, nuk do të flenj as pak. Ndërsa i treti ka thonë unë nuk do të martohem dhe për arsye se martesa më pengon nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i cili ka jetuar me muslimanë, ka qenë larg tyre me gjendjen e tyre, ka bashkëjetuar edhe gëzimin, edhe hidhrimin, po edhe jetën e përditshme edhe tanat, kur ka dëgjuar që këto 3 djelmosha të ri kanë vendosur ta veprojnë një veprim të tillë, i cili ka shkuar në ekstrem, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirë ka dashur ta shërojë problemin dhe ka thonë ma balu aqwamin yasnauna kadha wa kadha. Çka çështje disave të cilat janë duke vepruar kështu dhe kështu. Ka dashur ta cekë veprat e tyre, ka thonë unë pushoj edhe falem. Unë agjëroj dhe e prishja agjërimin. Thonë
Agjeroj një ditë, ndonjë ditë jo, dhe kështu me radhë që lidhet tradita e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që do ta shqjellojmë inshallah brenda inshallah, temës. Pastaj ka thonë unë martohem dhe nuk më pengon martesa nga adhurimi ndaj Allahut. Dhe në fund të hadithit, kjo është që kisha dashur ta ceki dhe shpresoj që do ta trajtojmë brenda temës, ka thonë aleikum bi sunneti, ju porosis për traditën sunetin tim. Faman raghiba an sunneti falaysa minni. Kush largohet nga tradita ime, ai nuk është prej meje. Kjo është kuptimi i hadithit, duke dosh me thjezu, që ta kuptoj edhe shikuesi, po edhe ne domthonë këto të rinj pas kanor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vëzhgu jetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, edhe në pika të shkurta disa prej grave e kanë tregu se si ka qenë gjendja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur është fund shtëpi. Von çish dihet Aisha e ka përshkruajt që pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë vetëm që ka bëj ibadet në shtëpi, po ka bëu edhe gjona të thjeshta, i ka ndihmu gravet e tij, ka harnu pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, bile shpeshherë edhe Allahu ju nderoj, ndoshta është pak tematik, te ne nuk kanë dëshirë me trajtu, saqë edhe në pastërtin e tina ka bo hizmet bashorteve të tij. Shembull, është la me një kofe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga luga e tij ju ka dhënë bashorteve të tij. Këtë kjo tregon gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne duhet ta kemi shembulltyr edhe në shtëpia tona, edhe kur jemi të gëzueshëm, edhe kur jemi të mërzitur, po edhe kur kemi pasuni, po edhe kur kemi varfëri, edhe kur jemi të shëndosh, edhe kur jemi të sëmur. Kjo na përshkruan ky hadith gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në pika të shkurta, se si sahabit kanë doshta kanë shembulltyr Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ka dale. Take it easy. Po, Ka dale se nuk është, domethënë në atë aspektin që çdo ditë më xheru, apo thonë. Kjo është ekstrem, apo thonë. padyshim, kjo hadith na jep me nënkuptuar mesatarinë në fe. Po. Mesataria në fe është e vyshme. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allahu thot në Kur'anin famëlar, dhe ne kështu juve ju bënëm ummet mesatar. Domethënë kjo është nga Allahu. Po, Allahu subhanahu wa taala, ummet mesatar pa e tepru dhe pa neglizhu. Domethënë se kjo nuk është çortim për ata të cilët e teprojnë, po nuk është lehtësim ose përgëzim për ata të cilët nuk kapan e lëshojnë lërë. Islami është i qartë. Domethënë dhe ne referencat tona i kemi në Kur'an dhe Sunet. Dhe çdo herë kur ne kërkojmë me qit një punë dyzen, edhe në familje, edhe në shoqëri, se këshire tash sunat jemi të sinqertë me vetveten, ne kur dëna me zgjidhni një problem, edhe familjar, shembull, nuk duhet me na kop emocioni, po duhet me kështu çka thot Kur'ani dhe tradita profetike e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky hadith ne jep me ne kuptuar që si duhet besimtari ta jetojë jetën karshi Allahut, që Allahut e jese i kënaqur, dhe karshi hakeve të cilat ai mundet me i pas në jetën e tij, në jetën e përditshme. Allahu nuk don prej robit ti që ai mu shkatru vetveten e tij, saqë edhe te zakati. Allahu ka thonë 2.5, nuk është e tërë pasuria. Allahu subhanahu wa taala te çështja e namazit, Allahu i ka li 5. Po kush shton më shumë, halo më mirë. Po me bëmë ta natën, do ta shpjegojmë vazhdim, nuk ban. Apo dikush do më xhiru çdo ditë, nuk ban. Domthon, kjo është mesataria në fe. Tash mesataria është atë që e kërkon Allahu. Atë që e kërkon Allahu është mesatari. Çdo teprim të cilën ne e bëjmë, atër kalon nga mesataria dhe atër kalon në ekstrem. Edhe ekstremi pastaj e bie që njeriu një ditë prej ditëve të lodhët, apo Zot na ruaj që ta lajë edhe atë të cilën Zoti e kërkon. E kundërta disa të cilët bën tolerant, neglizhent, mundon këtë mesatari ta bëjnë më light, më të ta zhveshin, dhe pastaj ajo mesatari shkon duke u zbe, derisa një ditë njerëzit që ka në hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, inshallah nuk kemi më zaman ku ka me vetëm fjala la ilaha illallah, apo ka me thoni kemi dëgjuar të parët ton duke thënë fjalën la ilaha illallah. Suno me lejen tonë, kisha dashur çlir. Te ki hadith ka shumë dobi. Të cilat do të mundona të i trajtojmë inshallah në minutat vim. E para që sahabët kanë qenë kureshtar me ditë gjendjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Disa na mungon suno këto në jetën tonë përditshme. Besom që unë çdo familje se kisha porosit që ta lexoj jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe alhamdulillah kemi hoxhallar të shumt shqip folës, të cilët shembull kanë trajtuar morali pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kemi libra, po çaj nuk e për atyre të cilët lexon, mundohet që hoxhallar të cilët kanë trajtuar këto tema. Elhamdulillah, dhe në shkupin ton ku në Ramazan trajtohet morali pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ndërmon që shka qenë morali i tij
kashi të vobekve, kashi fukarave, kashi jetimve, pasaj sjellja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kitë këto ne kena nevojë sono. E këtu sahabët këshirit që kanë qenë kureshtar. Këto në përditshmërinë e tyre e kanë pasur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë e kam pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njëri i cili çmon nuk ofendon, është i besës këtë, mirë po kanë dashur me këshir edhe në jetën private. Si është jeta e tij në shtëpi. Tashin për njerëzit e tjerë të thjesht nuk duhet të jesë kjo rregull. Hulumtim, po. Hulimtimi është i ndaluar në Islam. Po. Me shku te shtëpia. Çka ban ki? Po, mirë po, realisht një besimtar i zgjellshëm, një besimtar i cili duhet të jesë shembulltyre mirë për umetin, e sidomos hoxhallarët, duhet ta kanë atë trajtimin edhe në shtëpi ashtu siç predikojnë dhe ligjërojnë në xhamiat e tyre. Shembull, nuk mundet një hoxh i cili flet për të drejtat e grave, dhe ai i bën dhunë bashortës së tij në shtëpi. Nuk mundet një hoxh të flasë për mos ofendim, ndërsa ai është ofenduar shtëpinë e tij. Domthon, kitë këto duhet me shku paralel. E sahabët kanë dashur me ditë gjendjen e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam në shtëpi. Edhe këtu siç dihet prej urtësive që Allahu na ia ka lënë Muhamedit alayhi salatu wasalam është martesa më shumë se me një bashorte. Pse? Për arsye se ata na i kanë transmetuar fen neve, domthonë vazhdimisht na i kanë treguar si është gjendja e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në shtëpi. Shembull, na kanë treguar Allahu i nderoft si ka urinos pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, si është pastru pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, si është fal pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam. Këtë këto s'ka mujt dikush mi trajtu apo mi jashtë shtëpisë. Atëherë është dosh prej mrena që ata të na tregojnë edhe kjo është urtësia që pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam ka pas më shumë se një bashorte. E këto të ri shku me vëzhgu gjendjen e pejgamberit on sallallahu alaihi wasallam. Kur shku me vëzhgue, dëgjum prej njërës prej bashorteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka transmetimi që ka qenë Aisha radhiyallahu anha, ja ka shpjegu atyre gjendjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe ju ka treguar që pejgamberi Allahut bën veprime të shumta. Ata sikurse nënçmuan ibadetet e tyre. Dhe thanë, paranoj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me gjithë atë gratë të lartë të Allahut që e ka, që është pejgamberi Allahut, i zgjedhur i Allahut, i pamakatshëm. Këtë këto ai që ka shumë ibadet, por për neve shka mbet, atëherë secili prej këtyre tre personave morën nga një amanet, apo nga një dritare, ta morën dritare apo rrugë e cila do t'i shpije drejt xhenetit. Njëri do ta xheroje, nuk do ta prish xhenimin, tjetri do të falet ta natën, nuk do ta boje pushim asnjëherë, dhe i treti nuk do të martohet për arsye se martesa pas ka qenë pengesë nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Këtu e vëzhgojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej dobive të këtij hadithi, posa dëgjon për këtë dukuri negative, dhe kjo duhet të jesë derti i një daijës, i një thirrsi, që në momentin që një anomali, një dukuri negative shfaqet në ambientin e laxhës së tij, apo në ambientin ku ai jeton dhe predikon, tregon ligjërata, me do e mos minjer ta mobilizoje masën për ajo dukuri që të largohet. Shembull, ne kemi probleme shembull në shoqërinë tonë bashkëkohore, unë shpeshherë bilem ka njerë xhamati pak ngucin mua, se jam qashu i hapër aty kum lind në atë lagje, dhe jam domon i birja asaj lagjës ku ligjërojnë atë xhami, kështu që unë nuk e një vetin ka njerë me gjithë tretmanin që e kam si hoq, shpeshherë mundona që ta një vetin sikur një biri i mahallës i lagjës. Unë në problemet e tyre mi bo problemet e mia, realisht ato janë. Me gjithë se ka disa vite nuk jetoj aty, se dhe ati kam jetuar në realisht, ati kam lind, ati jam rrit. E shka ndodhë shembull, dëgjoj për një dukuri negative në atë lagje, ku është bigjozi i përhapur, ose amoraliteti zinaja, ose shitja e landëve narkotike. Tam drejten ka njerë kam qërtim, prej qërtim të mirë, jo, kritik konstruktive, jo, thënë, hoxha, mo bese mos po i dhonë, për kundrazi, ka njerë kam edhe lavdrat, hoxha, shumë mirë e bonë, se vallaj ato djemt, janë djemt mirë, po që kanë ra, kanë gabue, ka nevoj ka njerë edhi, shok mi e dhonë ative, që mi zgju, që mi dhonë e një gabim. Mendoj se kështu duhet të jese daia, thirrsi. Interesant është thotë që edhe në Serov, edhe në Gazibab, edhe në këtë lagjet e Shkupit, kur një hoxh i çorton këto, ç'më thon, të djemt mangupat, nuk armiqson ato hoxhallovi që thonë po, a kupton? Me ti ç'ish ka ndodhur. Kjo është imani ende ekziston ata. Edhe ne nuk duhet mi ndihmu shejtanin ndaj atyre. Bile unë e tham, ato janë djemtë e tonë, unë në xhami kështu i tham. Ato janë djemtë e tonë, se tash e kam arrit një moshi, ndoshta shumë prej tyre i kanë 20 vjet, unë më kanë vlat te mia, po. Po. E unë i tham atyre, ato janë djemtë e tonë. Ato janë vëllezërit e tonë.
Domthon ne nuk guxojmë ata mi trajtu që Si armiq. Ja, asesi. Me gjithë gabimet të cilat i kanë, ne duhet mi çortu, duhet me luftua dukuri, po ne duhet edhe mi afru ato që mi thonë këshillo. Mosni. Ti ke ra me një humner, me një grop, ti ke nevojë për një shkallë e cila largon prej humnerës gropës ku ke ra. Andaj duhet të zgjojmë dhe të thrasmi tije eja ringritu. Kështu që mendoj kjo duhet të jese mesazhi secilit prej neve, edhe në familjet tona, sonullah, po edhe për teleshikuesit e këtij podcasti, çdo herë kur bie dikush me një dukuri negative, duhet ta trajtojmë ata. Mos ta neglizhojmë. Shembull e shohna në familjet tonë, shembull dikush prej fëmijëve tonë e neglizhon sharjen, e toleron. Edhe me neglizhim nuk shërohet problemi, po duhet me ul, me trajtu në mënyrë mirëfillt problemin. Kështu edhe pejgamberi unë sa selam të kthejnë ata hadithi, Po. pa dosh me hik prej skeletit të cilën e kemi. Pejgamberi unë sa selam posa dëgjon që është shfaq një dukuri që disa të ri kanë vendos me të i kalu në ekstrem, pejgamberi unë sa selam shkon natyre dhe i çorton. I çorton që t'i kthejnë në mesatari, jo që t'i largojnë nga xhamati apo nga shoqëria e muslimanëve. Po jo, shkon që ta shërojë problemin. Thot çka çështje e disave të cilët kanë vendosur kështu dhe kështu, dhe u cek atyre se si atë gjendje e tij. Po. Edhe thot, o ju njerëz, unë agjeroj dhe prishi agjerimin. Unë falem dhe pushoj, unë martohem dhe jetën e vazhdoj. E ta secila prej tyreve ka shpjegim të veçantë. Shembull, pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam mesataria në fej, tu duhet ta moj thelbin. Po, në e këtë hadith. temës, po. Po, në këtë hadith mundohen ata shpjegoj. Për shembull, çështja e namazit, siç dihet, ka një njeri te pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, çka ka bëu Allahu fars prej prej namazit, prej kushteve të Islamit, ja ka thonë 5 kohë namaz dhe një në zakatit, agjerimin e Ramazanit, shkruan një nas. Ka thonë, nëse nuk shtoj diçka tjetër, a hin xhennet? Ka thonë pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam hin xhennet. Edhe ka shku njeriu. Kur ka shku njeriu, ka thonë pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush don me pa një njeri prej banorëve të xhenetit, ky është. Para më sa thjesht. E qartë, ja kena munat çto. Urna. E deklaron shahadetin, thot la ilaha illallah Muhammed rasulullah. Pisa jam musliman. Po. E fal 5 vakt namazit. Nuk shtoj kur gjë. Tjetër nuk baj domon as nafile nuk fali. Në këtë kuptim është hadithi. E agjeroj Ramazanin, Domon nuk kam agjeru ditë vullnetare tjera. 30 ditë njerën vet. 29-30 që ditë Ramazan. 30, pastaj cilla ka? Kam e dhënë vetëm zakat, nuk jap sadaka. Zeqat. Wala azidu ala dhalika shay. Ka thonë vetë zakat kam e dhënë dhe nuk jap diçka tjetër, nuk lip diçka tjetër. Muhamedi nuk lip, ka Një herë thonë. vet edhe kjo, Po, edhe haxhin, nëse ke mundësi. po, edhe u kry. Edhe Ka shkon thonë, a hin xhenet xhennet? inshallah. Jo, e ka vetë pejgamberi sa. Ka dash sigurit more. Po. A hin xhennet? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po hin xhennet. E ka shkuar. Kur ka shku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni me pa një njeri i cili nga banorët e xhenetit? Po. Ç'ki ke? Çe kjo është? Po shi sa i thjesht është Islami subhanallahu. Subhanallahu alazim. Shahadeti çështje e zemrës me bindje edhe me thonë me xhum. Pastaj namazi është po ta mormi gjatë ditës tonë, me po pa i fal pa nafile, Pasionet, po. Pasionet, njeriu mundet me amor sunullah, domthon siç dihet, sabahu 2 rekate, çon po them aty ti merr 5, dreka ti merr një 7 minuta, ketë mi mbledh vallahi 20 minuta nuk ti. Mashallah po. Çe gjysor aban? Pi 24 orëve Rabbul Alaminit që ti ka dhënë. Nuk je në gjendje ti mi do për Rabbul Alaminin 20 minuta, 30 minuta. Edhe ata në interval ndryshëm. Allah i nderoft, ne për nevojat tona fiziologjike, kur shkojmë ne çndrojmë më shumë banjo se sa te namazi. E qartë. Kemi të sinqert. Sidomos në kohën moderne që janë Sholet. edhe sholet, po edhe telefonat kush i merr që rri dhe flen to, apo dona është bashka mesele tjetër, që duhet me trajtu, domethënë se Islami është shumë i lehtë me dosh me praktiku dhe me hin xhennet. Shumë i lehtë. Normal, për atë të cilin e do xhenetin. Aty s'ka normal, dush me prish zhumin në mëngjes. Dush me mor abdes, dush me qenë i pastërt. Këtë këto, domthon janë disa sakrifica, mi po në zbatim të mbrenshëm, vallahi shumë i lehtë është. Vetëm ato, ma xheru. Po sot mjekësia bashkohore, moderne, thot, agjerimi është shumë i mirë. Domthon, kjo ai ka marrë çmimin Nobel, japonezi, ku agjerimi ç'është 8-16, ha? 8 orë me hongër, 16 mos me hongër. E di? 1400 vjet pas pejgamberit që e ka thonë si duhet më në Ramazan. Nobel ka marrë, jashtë asoj shumë sportistë, po lexojmë edhe ne. Po. Kur po ngritemi mbi peshë, po na shka është metoda më e lehtë për me largu peshën. Kur po shohna kjo është ilaçi. Shka agjerimi. E këtu pastaj të kthena në temë, te namazi.
Pejgamberi unë sallam unë po thot unë falem dhe pushoj. Ka qenë traditë e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjatë Ramazanit, edhe jashtë Ramazanit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka fal 8 rekate. Edhe vitrin. Pejgamberi po namazat, edhe ka qenë vazhib për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Namazi natës ka qenë vazhib. E obligueshme. Saqë siç dihet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë në taravijën me fal 3 ditë, pas 3 ditë nuk ka dalë, është friksu që Allahu pja ban edhe ummetit e tij të obligueshme faljen e taravis. Kjo ka qenë nga mëshira rahmeti pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam ndaj neve. Domthonjë shumë është emocionale me kuptu thelbin e saj. Domthonjë se ka dosh pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam ummetin e vet, domthonjë s'ka dosh me ranu Allah. Nuk ka dosh me se ka ditë që i ranash para ato. Ai ka pas për veti obligueshme. Atu që me me dal vazhdimisht me ta kam ia obligu Allah subhanahu wa taala. Edhe e ka lënë me çaç. Mirë po, Allahu nuk don që robët e tij mos ma adhuru Allahun. Allah i ka lënë të hapur derën e nafileve. I kemi domthon 12 nafile gjatë ditës, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush kujdeset për ta e ka të siguruar një pallat në xhennet. Allahu akbar. Kush i fal 12 recate sunet namazit gjatë ditës, i ka shka një pallat në xhennet. 4 transmetime edhe me 10. 2 sabat, 4 domthon 2 drekës para, 4 drekës para, 2 pas, pastaj 2 të akşamit pas, 2 të yacis pas, këto bën 12 ose të dreka 2 dhe bën 10 recate të plota. Në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja le derën hapur ummetit, thot kush doje ta falet, le të falet dhe le të pushoje. Saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa teprim kur dikush edhe në namaz, shembull e tepron. Ka hi njerë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhamin e tij dhe ka pa një litar, një konop, që shtemi ne. Edhe ka pa në 2 shtyllat e xhamisë, ka thënë ku është ky litar? Ka thënë Zejnebës radhiyallahu anha. Ka thënë pse e ka vënë? Ka thënë ja Rasulullah. Jo, ka qenë bashortja e vet. A bashortja? Bashortja e tij. Ka thënë pse? Ka thënë ja Rasulullah, ajo kur po do mu fal, po lodhet. E çka ndodh? I vnon krahat, domthon shtyll këtu litari, i vnon krahat dhe çndron në qiyam. Zgjut. Ti mos ta zgjumi. Po, në qiyam. Në forcë tash apo moderno në për xhamia tona në forcë po fal mi ult. Sahabët në kom janë fal. Megjithëse ka tolerim te nafilet. Shpjegim tjetër është ajo. Okej. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur dikush për juve ka vendos të falet, fel yusalli nashata. Kush dikush për juve ka vendos të falet, le të falet i pushueshëm. Jo për gjumsh. Jo për gjumshëm. Nëse kap kotja, lodhja, le të bëni të pushon. Klej. Kjo është domthon tolerimi i fejes. Kjo është mesataria në fe, o vllai dashur. Saqë ka siç dihet ka ardhur bashortja e Ebu Dardas te Salman al-Farisiu dhe i ka thonë kështu shumë tekstualisht. Ka thonë shoku jot për arsye se Ebu Darda Ansari, Salman al-Farisiu në Mekë, siç dihet nga Persia, po në Mekë i ka jetu dhe ka bëu hijret nga Mekë në Medinë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka vllazëru. E bashortja e tij ka qenë e hapur me Selmanin, radhiyallahu anhu. Ka shkuj ka thonë, shoku jot s'pe punon baçën. E ka pas për qëllim ai nuk po fle me mua natën. Ka thonë pse? A ç'ashtu apo? E ka thirr Ebu Dardan. Po shka ç'është me tyje? Ha? Ka thonë inna ala nafsika haq, shpirti jot ka hak, familja jote ka hak. Zoti jot ka hak. Epja çdo kuj hakun e vet. E ka çortu domon fle me gruajen, bani ibadet se ka bëu ibadet e budhëri. Ka xheru ditën, a fal natën. Domon tashi siç dihet, me bon njeriu me xheru zotit do psohet fizikisht. Allahu s'ka me të bëj azab. Po dhe më fal xhanat, tan natën, njeri pasaj edhe ndaj hakeve të bashortës së tij, mundet me qenë neglizhent edhe me hin xhuna. Islami, domon, është një fe e cila ka ardhur me rregullu raportet edhe me krijuesin, edhe me krijesat. Nuk ka ardhur ti me të shti në xhenem e udhëbila. As nuk ka ardhur me ta prish raportin shoqëror kolektiv me familjen tonë, me rrethin tan. Unë Islami është një fe shumë e madhe sono. Unë nuk është fe e cila ti thot vetëm xhamiri. Jo. Edhe në raport me gruajen, edhe në raport me fëmijën, me secilin prej neve ka. E çka ndodh kur e dëgjon Ebu Darda këtë këshill apo këtë kritik nga Salman al-Farisiu, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë ja Rasulullah, kështu dhe kështu, thotë vërtetën e ka thonë. Të vërtetën e ka thonë Salmani. Andaj edhe te çështja e namazit. Kur njeriu duhet ta dije që mos vetë prue.
Mos me tepru e kam për qëllim, jo më ketë me elano, se këtu dikush mundet me morë tolerim. Mas ja që ashtu u kry. Jo, kjo është, o fi dhalike falyatanafasil mutanafisun, dhe në këtë let garojnë garuesit, është për qëllim për veprat nafile o sunullah. Sahabët kanë këshirë kush ma shumë sevap. Te e di atë rasën e atij sahabijut, kur sahabët 3 ditë radhazi ka hinë në xhamini njeri, ka thonë pejgamberi unë sasem, kush do me pa xhenet liçi kjo është. E joni për sahabëve, hadithi i gjatë, e ka vazhguar, domthon sahabët kanë këshirë pse xheneti. Ne sot e këshina cila xheneti më i lehtë apo thon. Nuk e këshina cila xheneti më i lartë, më i lehti. Allah na bëu me një xhennet ya Rabbi. Ka thonë Muhamedi alayhis salam kur ta lutni Allahun, luten xhennetul Firdausin. Pastaj te pika e dytë, domthon të çështja e namazit të natës, duhet më fal i pushueshëm. I pushueshëm, tu një këshill. Të mundohemi, sidomos para xhumit i fal me 2 rekate, kur të kemi mundësi. Sidomos kush është në garim me vepra të mira, edhe para xhumit. Me lënë një të tretën e natës hala më mirë. Po mos mush, shembull tash elhamdullah jacia vonë. Kur po dalni pi xhamis 10:00. Në muhabet me dikonin nisan ora bën 11. Domethën kur shkosh te shtëpia bën niyet, mi fal 2 rekate edhe fal vitrin. Fal 2 rekate edhe vitrin kjo konsiderohet namaznate me lenin Allah subhanahu wa taala. Banë princip 2 rekate smoku. Sono ina tajna kulu wallah. Po. Kupton. Ina tajna sa më të thonë me zgat. Pastaj nëse bën pjesë përbërse e vetës tone, kimë pa që vetiu kimë lezu, shumë votini u zejtun, kimë zgjat. Po ai çka di më shumë Kur'an kam zgjat me një faqe. Po ai çka di pi 2-ve kam i bë 4, prej 4-ve kam i bë 6, prej 6-ve kam i bë 8. Ta mbylli këtu te çështja e namazit. Pastaj te axherimi, mesataria e axherimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka do sahabët me ngushtue te axherimi. Elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala e ka bë obligim vetëm Ramazanin. Domthon mesataria është Ramazani është i obligueshëm, nuk ka tolerim në ta. Ka njëri prej sahabëve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka tregu për vlerën e axherimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu për një ditë axherimi largon fytyrën nga zjarmi i xhenemit 70 vite. Ka ardha i sahabia i ka thonë ja Rasul, unë du ma agjerue, dhe unë gjdo ditë. Pejgamberi unë sasam ka thonë ja smunësh. Ka thonë agjero 3 ditë të bardha. Këshire, fillimish oferta, tash muj me gabu me imën të thamë drejten, t'jam i sinqit, mdukët është Sad ibn Abi Waqqasi. Mdukët, po muj me gabu. Pyci i ngjarjes. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i thot agjero 3 ditë e bardha të çdo muaj. Siç dihet, shpërblimi në Islam është 11 edhe Allahu e shumëfishon deri në 700.000. Për agjerimin e 3 Për agjerimin, 3 ditë e bardha. Kur janë 3 ditë e bardha? Domethënë është 13, 14, 15. Kur është hona e plot? Po, hona e plot kur është. Çdo muaj honor, domethënë çdo muaj muslimanëve që është, 3 ditë e bardha është mirë mi agjeru. Por po se një herë në vjet nuk lejohet me agjeru. Po. Bile me bona pak si shpjegim me një postim tashti, muajin Dhulhixhe nuk lejohet me agjeru. Se bin e jamu të shrik. Po, e lexova, po. Bajram, kur mas bajram. Bajrami i kurbanit kur është, për arsye se këta ditë janë ditë të hajës dhe të pijës dhe të adhurimit të Allahut. Këtu i bie shembull dita e parë është e 10-ta, dita e dytë është e 11-ta, e 12-ta, e dita e katërt i bie e 13-ta ditë. Don, mos gaboj se 13 apo i bie 10, 11, 12, 13. Po e 13-ta ditë i bie domon 4 ditë bajramit, i bie 13 14 më fal. I bie i muaj Dhulhixhe, on 13, 14, 15 nuk lejohet me agjeru. Nuk lejohet. Sidoqoftë, çdo muaj musliman që është 3 ditë e bardha ti agjerojmë se shpërblimi është. Çfarë shpërblimi? Sigur se me agjeru një muaj. Allahu akbar. Po edhe në aspektin fizik. Do me bëni fresh zorve, trupit, midës tane, lukthit tan. Kjo është sahabiu kur e ka dëgjuar këtë ofertë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, inni utiqu akthar. Ka thonë i dashmi Allahut, unë kam fuqi dhe mundësi më shumë agjeru. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam marri ka thonë agjerot hona dhe tentën, jashtë ditëve të bardha. Siç dihet, ka qenë traditë e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam që agjeru të honën dhe të tentën. Pastaj ka thonë ja Rasulullah, unë muj edhe më shumë, jo vetëm 3 ditë, jo vetëm të honë dhe tentën, më shumë. Ka insistuar që ta agjeroj çdo ditë. Çdo ditë agjeroj, po. Mirë, po kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë me shfrytzu rastin dhe ta ranoj njënin. Tash apo mundet me përballu. Ka thonë çose do ashtu, atëherë agjerimin e Daudit alayhis salam. E si ka qenë agjerimi i Daudit alayhis salam? Një ditë po, një ditë jo. Edhe një shaka ndodh me këtë sahabin në fund të ymrit. Se sahabit kur e kanë marrë një premtim, janë mundu me realizu. E kanë çuar në fund. Deri në fund, derisa kanë dek. Edhe shaka ndodh.
para se kur ka orë moshe e shtyme e pleqërijës, ka thonë më kontakt shangu Muhammedin a.s. Pse se s'ka mujtu ma zëru në ditë për një ditë. E ka shlu trupi. E kjo është urësia, ka më kontakt sha dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ato e kam nu vetit amanet. Unë e kum thonë Muhammedin që muj. A muj po, kime mujt. Kjo ka qenë domon. E pejgamberi unë sallallahu domon këshire qartë mesatarije në islam. Agjerimi një ditë po një ditë josh, agjerimi më i kulminant që lejohet. Agjerimi i Daudit a.s. Pastaj vina në shkollën e ditë hanë dhe tejte, dhe ditë e veçanta që janë ka njerë sikurse mujtë e dhulhigje që lejohet me agjeru çdo ditë, apo ndonjë ditë e preferuar që mundet me çollue që lejohet me agjeru, pastaj vjen 3 ditë e bardha. Dhe kjo duhet me qenë një mesatarit e muslimani. Normal, kjo është një derë prej dyrëve të xhenetit, agjerimi, që njeriu duhet me garu ka njerë. Se ka njerëz që kanë telashe me agjerimin dhe kuptoj. Ka telashe, sidomos gjatë stinës së verës, që neve na ndodhi për shembull këtë vit e patëm ditën e Arafatit, ka një ditë shumë e nxehtë, tham drejtën, edhe u pat më mësua xherimi dimrit sen, kur erdha ajo ditë e Arafatit për një herë edhe u nxe koha, keni pas sfide. Vallahi po, tash më kon sinqert. Po. Jo për buk, ujti na shloi, uetëm. Uji na shloi dhe uetëm. Si do të qoftë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ka kallzuar mesatarin. Pastaj te pika e tretë e hadithit, që mos ta zgjat shumë vetëm unë me folën, se thënë aty në podcast nuk e lan sunën hiç me ndërhyrje. Ja, jam të kënaqur të nguhe. Allah i të kënaqur atë. Edhe kështu na. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj shkon te pika e tretë. E shpjegimit apo pikëve të cilët ato i kanë marrë ato 3 djelmosha të ri. Po. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë unë martohem, edhe nuk unë pengon martesa nga adhurimi i Allahut. A çtu kena mundur pak më gjatë murgëria. S'ka në islam murgëri. E ndalum është. Se si që dim në krishterizëm, shkon në manaster mbyllet dhe thotë unë smartoni ja kushtoj jetën Zotit, sipas tyre. Edhe pse përveç se ka përjashtime që njerëzit të cilët kanë qenë të përkushtuar ndaj dijes nga pengesa e martesës, mirë po këto janë përjashtime dhe nuk janë stimulim apo motiv për njerëzit me ndjek rrugën e tyre. Islami po ta mona Kur'anin adhimushan, po ta shohna Allahu subhanahu wa taala kur tregon për pejgamberët, këtë pejgamberët kanë qenë martuar. Përpos për Isa alayhis salam që s'kena transmetim. ne nuk kena umet i kallugjerave. Po, ne martohemi. Do për kundrazi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë martohuni dhe shtohuni, se unë do të krenoj me ju në ditën e gjykimit. Kjo janë motiv, stimulim që njerëzia të shtohet. Që sot për fat keqin shumë prej trive dhe trejave tona e kanë pengesë ata për arsye se edhe nuk e kuptojnë, them drejtë, nuk është të çështja e kënaqësisë momentale, po është të çështja që po ta nxjerrësh një fëmijë i cili ka madhuruar Allahun te bareke ve taala, ti ki sevap, po vllai i dashur. Mashallah. Ti me nxjerr një njerëz i cili ka më qenë ndihmues i fesë Allahut subhanahu wa taala, shembull del një mjek, del një inxhinier, del një dietar, apo del edhe një trim me parop të vërtetën dhe kështu me radhë, po ti ki sevap, po vllai i dashur. Nuk është sevap i vetëm me parë, po dush me bën një mekanizëm i cili i bën parët, se parja është momentale. Ama sulale e jote, gjo ky yt. Ajo vazhdon. Këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë martohuni dhe shto. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë martohem, edhe s'u pengon martesa nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Këtu sono pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk transmetohet që sahabët, dikuj prej sahabëve e ka penguar nga martesa. Përkundrazi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka motivuar që të martohen. Edhe në hadithin që përmena pak më herët, ka martohuni dhe shtohuni se me të vërtetë unë do të kronoj me ju në ditën e gjykimit. Që do të thotë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë normale mos martesa. Sikurse sot për fat keqin është bën një dukuri ku 30 të reja tona me pengesa apo me arsye të kamuflume se martesa i pengon si kam kushtet. Këshire, kushtet kur zbon që shmenon ne. Me bën një shtëpi 10 katëshe, 5 katëshe, 2 katëshe, 3 katëshe, nuk bën, ose bën, po janë përjashtim. Kit kena unë i pari kur kam martu, kam pas drejt kallzoj kam qenë në atë fazën e vështirësive të jetës. Me nxes se kena bën një od, një dhomë. Krejt që është adhone. Po, ama Allah subhanahu wa taala shaka thon Kur'ani po. Premtim. Ka thonë in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ku tregon Allahu te ajeti kuranor, martoni të pamartuarit nga mesi juaj, nëse janë të varfër, Allahu do t'i pasurojë nga mirësia e tij. Allahu Akbar. Dëgjoni edhe një herë, çtu kena mundur. Për të gjithë ju, të cilët nuk u martoni shkaku i
frigës se s'kam pare, s'kam shtëpi, s'kam siç do t'ja dal, çish fëmijët së ndë i ruj, dëgjoni edhe një herë ajetin Kur'an, fjalë e Allahut nga Hoxha Mexhid Jon. Allahu subhanahu wa taala thot in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Në qovë se janë të varfër, Allahu do të pasurojë nga mirësitë e tij. Thot Ebu Bekri radiallahu anhu, vaj halli për atë i cili i beson Allahut dhe dishon në realizimin e premtimit të Allahut. Allahu thot, që se janë të varfër në pasuroj. Suno, si cili për e neve besoj dhe dëgjuese dhe shikuesit, po edhe ti edhe kimu pajtu me këta, se si ka qenë gjendja jon para martesës. Wallahi shumë më e rëndë se sa masi u martuam, që unë po folas për vetin. Edhe ti të ka ndodhur, edhe ketëve. Po do të thonë prej praksës. Edhe tash nuk do të thonë ka përjashtim që diku i vështirësohet jeta. Po da. Apo kupton, po rregulli është. Allahu subhanahu wa taala rregull e ka bë. Kush është i varfër Allahu e pasuron nga mirësitë e tij, e pasuron me jetë të rahatshme. Se nuk është veç parja pasuri. Po Allahu më don rahati shpirtërore. Allahu të pasuron me evlat. Allahu edhe me ana materiale. Po Allahu subhanahu wa taala ta ngrit edhe emrin tan, pozitën tonë. Kjo është mirësi e Zotit, se mos ta përkufizojmë mirësinë vetëm në anën materiale. E qartë. Është ana e vladit, ana e shpirtit, ana e qetësisë tone. Këto janë mirësitë e Zotit. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Që ose janë të varfër, Allahu do t'i pasurojë nga mirësitë e tij. Kjo është stimulim për të rinjtë të reja tona, të cilat për fat të keqin kanë alibi, arsye të kamufluara se më pengon martesa nga studimi. Jo, ne themi bilem një djalë, një vëlla musliman i cili ka një bashorte në përfundim të studimeve, unë e motivoj se edhe ai është në adhurim, në ibadet, çose e mbështet bashorten e tij që të përfundojë studimet. Me një degë që është e vyshme, është e dobishme, normal pa e kesh përdor lirinë e burrit apo edhe të ambientit familjar ku jetojmë, nëse jetojmë me vjeri që me kesh përdor vetëm me dal nga shtëpia me çena libi, apo arsye tjera, Allahu na fal dhe na ruaj ya Rabbi. Du me thonë, martesa është një qetësi shpirtërore. Një qetësi e cila e rregullon edhe statusin shoqëror të rrethit kolektivit ku jetojmë. Problemet më të mëdha kur ndodhin kur një i ri është i pamartuar. E pshidon, ego e tij dëshiron. Dhe ai në momentin që është i pamartuar, ego dëshiron ta qetësojë vetin, ta pushojë vetin. Automatikisht ai pastaj ka më hin mëkat, me shikim, Zot na ruaj me amoralitet, edhe kjo është pastaj ka pasojë edhe largohet edhe imani i tij, apo ka në transmetime dhe në shpjegimet e ulemave, hub nuri, drita e imanit nga zemra e zinaçarit, nëse nuk pendohet. Allahu na falt kush ka rënë në atë mëkat, Allahu na kthej në rrugën e drejtë ya Rabbel alamin. Andaj martesa është shërim për individin, po shërim edhe për shoqërinë edhe kolektivin. Nëse dojmë ne me pas një shoqëri të shëndosh, ne duhet t'i motivojmë të rinjtë të reja tona të martohen sallallahu. Bile edhe t'ju ndihmojmë atyre. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thonë 3 lloj njerëzish Allahu e ka marrë për detyrë mi ndihmu ata. Kanë transmetime të ndryshme dhe në shpjegime. 1, luftarën i cili mujahidi del, Allahu e ka marrë për kujdesin e tij. 2, haxhiun. 3, e ka marrë Allahu subhanahu wa taala për kujdese edhe ai i cili e ka bënë të martohet. Allahu e ka marrë për kujdesin. Ti merr hapin, Allahu ka më të ndihmu. Allahu ta kujdeset për ty. Po. Apo merr një borxh, vështirësi të jetës fillestare, edhe pastaj zgjidhet edhe problemi. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të hadithit, se ndoshta e zgjat. Jo, veç falte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu në fund të hadithit aleikum bi sunnati. Ju porosis për traditën time, sunetin tim. Çka është suneti i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam? Çdo fjalë, aprovim apo veprim i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam është sunet. Çdo fjalë, çdo veprim apo aprovim e ka aprovu, e ka pa dikush duke vepru, sikurse e rasti Selman el-Farisiut që i ka thonë Ebu Dardas, vetja jote ka hak, e ka dëgjuar ka? Mirë të ka thonë. Aprovim. Çdo fjalë, vepër apo aprovim është sunet dhe traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Që nuk e ka kundërshu, domthon një veprim, aprovimin e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka thonë ju porosis për traditën time. Tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë udhërofysi jon. Për zgjidhjeve të problemeve tona shpirtërore, po edhe asoj jetësore ku jetojmë ne. Shembull, e kemi një breng të mbrëmshme. Duhet me këshir cili janë suneti e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Çka ka udhëzu? E kemi një breng psiqike.
Shka ka qenë suneti, është normale me pas edhe asaj probleme. Shka ka qenë udhëzimi i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa sahabin duke qëndruar në xhami, i cili ka qenë i brengosur nga një borxh, e kanë kaplu, ha? Shka i ka thonë pejgamberi sa? Ban dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan, ha? Apo ati tjetër i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutë Allahun subhanahu wa taala që Allah me ta mundsu me mishly borxhet e tua. Që të thotë, ne kur dëshirojmë me gjeti zgjidhje, edhe të anës shpirtërore e kemi të suneti i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Po edhe të anës me marrëdhënie me njerëzit, e kemi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj unë kisha pas një porosi të gjithë vëllezërit dhe motrat, më së paku le ta morrin le ta lexojnë librin e njohur Nektari i Vulosur i Xhenetit. Bile unë jam çortues, tham drejtën, për një njerëz namazfalës, praktikant, që shthen ato vëllezërit tonë nga Shqipëria, namazlina që themi shkopjan, i udhëzum që themi. Unë jam shumë edhe habitna kur dikush prej neve ka vite në Islam ende se ka lexuar shembull librin Nektari i Vulosur i Xhenetit. Shqip, sot është edhe shumë lehtë e ki në formën online. Kush do e gjejnë? E gjen, e ki e domon pa parë me zbrit librin në telefon, njëri me bon jetë me lezu ka 5 faqe. Hiç më shumë. Edhe e përmbyll jetën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Jashtë asaj që kemi hoxhallar që kanë shpjeguar për sjelljen e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, për moralin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi edhe asoj libra shqip edhe hoxhallar të cilët i kanë shpjeguar ato librat, sidomos Sheikh Munexhidi arabisht i ka ato libra subhanallahu, gjendja e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe sjellja e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Don këtë këto i ka në gjuhën arabe. E shka du me thonë me këtë përmbyllet e fjallëve të fundit të hadithit, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam sallallahu po thotë ju porosis për traditën time. E kush largohet nga tradita ime nuk është prej meje. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kush largohet nga tradita ime, çka do të thonë? Kush largohet nga tradita ime që me tepru në namaz. Namaznate kjo fjalë. Po se Allah shpëlbej që keve vigilente dhe më përmisove. Kush e tepron edhe në axherim, përveç farzit e Ramazanit, dhe pengon nga martesa, ma alibi marsi, ai nuk është në traditën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai është largu nga suneti i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Jashtë asaj, po edhe teprimi, po edhe neglizhenca, zbehja, janë dy rrugë të cilat çojnë në devijim. Po çto do shta pak me shtjellë mesataria, shumë mirë. Edhe njerë ta sqarojmë pak më thjesht. Çka është mesataria, me qenë se Allahu po thot, jo hoxh Bexheti ose hoxh filoni, po thot Allahu, bëhuni mesatar apo. Ju kemi bën umet mesatar. Çka është mesatar? Mesataria është çdo sen të cilën e ka kërkuar Allahu dhe e ka ndaluar Allahu me ndjek. Dhe çdo sen e cila nuk e ka porositur Allahu, është për qëllim në çështjen e adhurimeve, dhe ne mundohemi me pru, ai është teprim. Edhe çdo sen të cilën e ka porositur Allahu, apo e ka lavdruar Allahu, dhe ne e neglizhojmë ose nuk i përmbohemi, është zbehje dhe lëshim. Mesatari është çdo sen të cilën e ka urdhëruar Allahu dhe e ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që do të thotë vija është e qartë. Në momentin që ne teprojmë, shembull, themi dikuj, mi fal para drekës, shumë e mirë është namazi, ne siç e dim, mi thon dikuj teproj dhe fali jo 4 rekate para drekës, po fali 8. A lejohet? Nuk lejohet. Sa teprim. Pse teprim? Se nuk e ka zbatuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mos u bën më pejgamber se Muhamedi. Sallallahu. Po, dhe bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allah e nderoft, ka thonë, unë jam njeriu më shumti që i friksohen Allahut, ana atqakum wa akhshakum lillah. Jam njeriu që më shumti i friksohem dhe më i devotshëm te Allahu. Te ke hadithi që më duke shpjeguar, se pas ka hiq çka pjesë. Edhe këtu na le që mesataria në Islam është çdo sen të cilën e ka porositur Allahu dhe ka ndjek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo sen që ne largohemi nga rruga e tyre, duke tepru, nuk është mesatari. Që më thonë unë pak më tepër, unë jam më i fortë. E ki tepru, 8 rekate, nuk ka nevojë. Edhe se ne sërmë gjatë, me? Ti kime folë sot 8 rekate, a mund të garantoj se njeriu që shto. 20 vetë se ne banë qatë. E le kejtë, mëse. Ato që kanë ekstremistë. Edhe me bo prapo shtepër. Nuk lejohet. Apo zbeja e saj. Shembull, kanë herë duke u përshtatër e thanave, ne mohim një tradit pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Tash unë jam kritik. Këto ditë e posh në rrjetet sociale, shembull, çështja e dhënies së dorës, e posh edhe. E qartë, po. Po nuk është me tolerancë, kush ka thonë, edhe unë nëse e bëj një mëkat,
Unë më mire Je të pranoj. fol për dorën në femrave. Po, gjinit e kundërta që nuk janë familjar ose nuk janë të afërt mahrem që lejohet me dhënë dorë. Shembull, me gjithë mirë kuptimin, që mund me pas edhe të shkollat juridike dhe kështu me radhë. Shir kur e vepron një veprim, unë si mëkat, nuk duhet me arsyetu vetin. Ose më jam vesh fejes që me ju përshtatë rrethonave, unë me thonë, dorën unë ja gjinisë së kundër. Unë shumë i sinqertë jam. A mu me pas lëshime, këtë jemi mëkatar, unë i pari mu i më konë prej tyre, edhe pse nuk jam për hitë vërtetës. Mune me pas e ku më vonë dorën dhe këshumë. Po kjo mëkat, du shumë pendu të Allah, subhanahu. Nuk e arsjetoj. Po nuk arsjetoj dhe nuk mburet njëri ju, a unë e baj, po nuk bëm me bën, o vllai darsh. Ku mbon mëkat, ama nuk e arsjetoj. Po Gabim është, haram është. Edhe këto atë teprim, neglizhimi i urdhrave të Zotit apo ndalesave të Zotit, shkelje e tyre. Mos zbatimi i urdhrave dhe shkeljeve ndalesave, kjo është jo mesatari. Mos kujto që unë jam më tolerant, unë jam t'ju përshotë rrethon. Jo vallahi. Ti je larg sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Larg mesatarisë të cilën e ka porositur Allahu dhe pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam. Tash ai konvenon epshit tona, nuk i konvenon ajo ç'është tjetër. Po, atë çka më janë vesh fejsa Allahut nuk lejohet. Tash unë nuk po du me cek, unë po ceki si dukuri, pa dosh me përmend në emra të përvetshëm apo si ndodhi Allah na përmirësof, se as ne nuk kemi të pamëkatshëm. Absolutisht. Këtu kur e sulmojmë dukurinë, nuk do të thotë që e sulmojmë individin apo kemi dëshirë për diçka. Andaj sunullah, mesatari çka çka çdo sen që ka porositur Allahu dhe ka porositur pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam dhe ne ju përmbajt. Kjo është mesataria në Islam. Çdo sen kur teprojmë apo neglizhojmë, ne dy ekstreme, apo? Po, dy ekstreme. Dy ekstreme. Domethënë, hoç kështu sa mirë pe shpjegon ti edhe feja, edhe hoxhallar tjerë. Po madje edhe pejgamberi ka fol kundër ekstremizmit. Po dyshim. E tash po ndodh diçka e pa kuptimt te ne fol kundër ekstremizmit gazetari. A kupton që ai për ta është ekstremizëm gjithçka, a kupton? Ekstremizëm është edhe mbulesa, e thjeshtë. Ekstremizëm është edhe namazi me u fal. Ekstremizëm është edhe me agjëru Ramazanin. Ai për ta këtë feja islam është ekstremizëm. E i ka ro për hise ati me fol për ekstremizmin islamik. Ndërsa ty pos hoxhallar tonë, për shembull si Enis Rama, Bekir Halimi, Ahmet Kalaja, etj më stjasi, dalin gazetar, flasin për ekstremizmin islamik. A ka mos i një shtillim? Këshiren, jetojmë me një botë e cila është shumë e materializuar gjithçka. Globalizmi ka bërë vetën, edhe është materializu, sidomos për çështjen e klikimeve dhe sen, njerëzit me qenë trend, unë kanë rënë tham subhanallahu edin. Shka lexojnë qatë shumë, ose ku gjejnë kohë për tana këto tematika ato me shtjellu edin. Besom që kanë me dalë me trajtu një temë, që për hir të vërtetës temën të cilën e kemi bën, vallai ka disa ditë që unë mundona me shtjellu material, me mbledh material, që me trajtu me dalë sa më i përgatitur para teleshikuesit, edhe e fol para moderatorit, me qenë i përgatitur, se kjo është amanet. Unë besoj edhe te gazetaria ka kod të gazetarit. Ose analistit, komentatorit. Nuk guxon ti për një çështje të cilën ti nuk ke informata të detajuara. Para mënoj unë kisha pas dëshirë ato ti pyes, shembull, këto komentatorë ose analist, por çështje të motorit të veturave të kerrit. A mundesh më kallzu pse bllokon kerri? Për shembull i mirë. Edin, vallahi më unë jam i sigurt që kam thënë, unë nuk jam automekanik. Shkoj vetë në automekanikun. Unë jam i sigurt. Ai ka mundu minir mu të req. Po, sa harxhon mundu me të regu, 1.9 është kjo mundu me harxhu 6 litra, kështu me radh informata të përgjithshme. Po, kur hinte çështjet fetare, unë nuk jam që mos me i trajtu ata me një hoxh, me pas debate që ma arrite e vërteta. Po, kur bon ato me synime dhe qëllime të sulmit, jo të arritje së vërtetës, atëherë hub kuptimi i debatit. Se këtu tek ne elhamdulillah ato janë pakic për hir vërtetës, po kanë hapësirë mediatike, se sot klikimet janë të bën këtë vetën. Për hir vërtetës ne sot kur kemi pas xhamat më shumë të në xhamiat tona anë ban shqiptarisë, po mund me thonë edhe në tërsi në ummet, wallahi më shumë se ta shtri. Elhamdulillah. Edhe vajzat e pambuluara falin namaz. Kur vjen koha namazit ato e gjin hapësirën mënyrë mu falen. Dhe kjo është për mburje. Edhe atyre kjo ju dhem. Me gjithë investimin të cilën e bajnë që me deviju rinin islame, me lëshimin shembull e gjithë këtyre sulmeve, ja pra po them shumë drejt për drejt.
lëvizja e dreqit. Shka bëhet me ta? A ki pati kur mori mu të bu? Gjeman i djali cili i ka 18 vjet ati. Ska pashat lumin Allah. Ato që i mori mi pagazu në për kisha, tyben, dëmon, i mor me jo, s'pa da me imponim, po ato tyben e dishin shkan të bon, ato, fëmijë vegjel. Ose disa tjerë që kanë left manda islamit, që veç me shfry vetin, se e ka merak zinan, e ka merak alkoholin, bile, ka një debata një prift nga Shqipëria që jo tha atyre, i tha, po qene islami detyron 5 kom i falë. Po tha, kush ka thonë që në krishterizëm nuk ka detyrim ndaj kishës, me shku me adhuru Zotin formën e tyre. Në onaj nuk e di veç, a është kundra islamit, po bona krishter. A është kundra islamit, unë bona me iblisin, audhu billah. E kështu që, pa dëshmet. Falë që për ndërprej, s'kam qore pa edhe një koment. Interesant është, se unë e shujta një koment një ditë Deutsche Welle Shqipe kish bon një content, një video, ku krishter të Palestinës u ankoshin nga dhuna izraelite. Edhe e shujta një koment tash, interesant, bota katolike kretë janë kundër Izraelit, kundër dhunës izraelite, ndërsa vetëm shumica e katolikëve shqiptar janë pro-Izraelit, domethënë. Çfarë lëvizja e deçanitive që i përmend apo? Ne kur folmi çështjen e Palestinës është shumë çështje e ndihshme për arsye se ne e shohim nga prizmi fetar në muslimanët. Po bota në përgjithësi e shef nga prizmi humanizmit. Njerëzor. I kena pon Spanja, Italia, protesta, këtë dalin. Unë shpeshher kur i trajtoj temat, sunullah asa kam hapësirë mi trajtu, unë tham, qyre, ne duhet sefte të formin e baza njerëzore. Se islami neve na udhëzon kafshën mos me mbyt, natyrën mos me dëmtu, domthon edhe në luftë, edhe në paqe kur jemi, ne duhet me ditë që i kemi hakën ndaj kojshijes tonë. Edhe jo besimtar, edhe qoftë qifut. Bile shqiptarët e kanë tregu bujarinë e tyre dhe atë të mirën e tyre kur i kanë pranuar luftën e dytë botërore, kur ne kemi rasën shkupin ton, lagjet tona ku duke hik disa prej qifutëve të cilët sot jetojnë në shtetin e Palestinës okupume, shembull kanë kalu kënej pari, edhe ka dëshmina për familjet shqiptare muslimane, të cilët ato janë strehu dhe janë fshehtë këta. Edhe sot nipat mesat e tyre vinë Shkup, i vizitojnë dhe i din, ma unë padosh me egzageru këtë tematik. Kim lef, ndaj muslimanëve është unë mendoj, dhe kjo është pikpamja e mja, do ma mundët mos u pajtu dikush prej juve, kur e shofin përçafimin e praktikimit e islamit, të ri dhe të reja tona, son shumë logjike se shpirti ka nevojë për qetësim. Nuk mundet be njeriu veç me parë më pushube. Nuk mundet njeriu me gjetë rahatin të alkoholive. Nuk mundet njeriu me gjetë rahatin të lëndët narkotike. A njeri i cili shkon në haç me gjithë mundimet, lodhjet, raskapitjet, me bom i thonë, masi ti verën Shkup, ose në vend, a kështë Shkup edhe një në haç, wallahi kanë ditën Arafatit pse nuk është. Don, s'ka besimtari cili ditën Arafatit është këtu, e nuk shpreson me qenë atje. A mundet njëri të shembull i cili a lodh, është mundim, është lodhje, paxhumsi, raskapitje, etje. Po du me thonë atyna që ata i pengon që kjo kthes e muslimanve dhe rinjallje, ringritje e njerëzve. E këto sulme bon edhe nga qarqet fetare, shqiptare, po edhe nga agent, Allahu alem unë mendoj që është agent e paguar nga dashakçinj të popullit shqiptar, që jemi musliman, që ne kena mirë kuptim edhe të ndaj atyre të cilët janë të besimit tonë. Pa dash mu bo shumë pacifist, sënullah. Ne i respektojmë vëllezërit tonë shqiptar, të cilët janë të besimeve tjera, ne i respektojmë. Dhe nuk kemi kurrë kundër atyre në pikpamjen vëllezërore kombëtare. Bile ne kemi raste ku ne bashkëjetojmë me ta në lagjet tona, në fshatra tona, nuk kemi në hasmëri me ta në pikpamje njerëzore. Në pikpamje fetare ne kemi dallim, nëse ne mohojmë. Për këta ne kemi besu Allahun, ato se kanë besu Allahun. Edhe kjo është pikpamje ndarëse, që në botën e ahiretit do të kenë ata një trajtim ndryshe prej neve, ndaj Allahut subhanahu wa taala, prej Allahut subhanahu wa taala. Mos dal prej temës. E derisa këto dashakçinjet që mendoj që është agent e paguar, dalin dhe sulmojnë Islamin, muslimanat. Ne kemi domon raste ku besoj që ka nevojë edhe për tretman psiqik disa prej tyre,
Beson që unë me dhëmshmëri shikoj, ka nevojë për tretman psiqik. Veç në pamje këshillit e merr vesh. Pa dash me një në ata Pa. aspektin fizionomik, unë mendoj që se ka prej tyre që i njoh personalisht dhe kështu. Unë mendoj që familjarisht duhet me shku me ta mu trajtu ata shoqërisht, edhe kanë mungesë të hapësirës shoqërore mediatike. Dën mu kon in. E ku mu kon in, është një rregull arabe thot khalif tu araf kundër shabahu një orë. Allahu na falë, subhanallah, Allahu na bëj nga xhenetlikja rabbel alamin. Se këtë tematikë është shumë e hapur, s'po du shumë të them. Jo që i pritoj kritikave. Po. Jo që jasoj, po mendoj dhe besoj që kanë neglizhimi ndaj tyre është më mirë se replika. Sa ata kur po i replikojmë ne, po mendojnë që janë faktor. Beson që nuk janë faktor. Folëm për ekstremin, hoç. Ka dikush që ka pas qëndrime ekstreme. Edhe tash e ka kuptu gjatë studimit, leximit sen, a ka pendim për këtë çështje apo si? Këshire, secili prej neve kalojmë në etapat të zhvillimit dhe të formimit ton gjatë rrugtimit, sidomos kjo ndodh te studentët, te hoxhallarët, po folin nga kjo pikpamje, kalojmë në për ujëra të ndryshme derisa të formohemi, të brumosmi, që dalmi një njeri pak ma i mirëkuptueshëm apo i kuptueshëm për rrethonat ku jetojmë. Edhe pa dyshim që ajo let zhurmë në ambientet ku ne jemi rrit dhe kemi zhvillu studimet. Dikush e ka përçafu një mendim ndryshe, po tham ma ekstrem, dhe me kalimin e kohës e ka pas që është një mendim i gabushëm, ose ka pas një mendim i cili nuk mundet mu kap me realitetin ku jetojmë. Nuk kam të thonë këtu me realitetin për shkak realitetit me ndryshu të vërtetën. Të jo. Me lë namazin. Po, jam të thonë, ka menime të cilat për hir të vërtetës munën nuk janë për rrethonat ku jetojmë ne. Nuk janë. Edhe këtuna nuk po duan me donat pikpamjen a ka pendim as ka pendim, secili prej neve jemi gabimtar, e më i miri prej tyre është ai cili pendohet. Kështu që unë mendoj që edhe te vëllezërit tonë kur të gabojë dikush me një mendim pak më ndryshe, Aliu radiallahu anhu kur ka ndalë një palë muslimanëve, siç njihet në terminologjinë islame xhavarixhet, ka thonë ato janë vëllezërit tonë. Xhamiat e tyre janë xhamiat tona. Xhamiat e tyre janë xhamiat e tona. Derisa nuk derdhin xhak të muslimanëve. Kur derdhin xhak të muslimanëve, atëherë ka trajtim ndryshe ndaj tyre, ndaj atyre ekstremëve të cilët Zoti inshallah e ruan shoqërinë tonë dhe muslimane nga dukuritë e tilla. Në këtë rast, domthon paramendon i ka thujt vëllezër Hazreti Aliu radiallahu. Edhe nëse ka, ne duhet t'i trajtojmë në mënyrë vëllezërore. Duhet mi çu. Jo armiqësore. Po, mi këshillu sen, për arsye se edhe ne peshti edhe vetin kur kemi qenë një moshë më të re, ende duku brumos, edhe ende ne gabimet e tona i shohmi, edhe mundohemi t'i përmirësojmë, dhe kur nuk pretendojmë që jemi të përsosur, mundohemi që njëri tjetrin ta këshillojmë dhe ta çortojmë që ta gjejmë rrugën më të mirë drejt xhenetit. Kjo është qëllimi jon. Nuk ka qëllimi jon se mundon për një moment me dik. Funit çfarë vlerë ka unë nëse të kundërshtu që të bona një orë. Ndoshta që ky podcast që ne më të ke fol, ndoshta është dëshmi kundra meje nëse nuk e kam për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse kum pas vetëm dalun edhe të predikoj diçka. Ne duhet ta kemi synimin të Allahut. Tash Allahu sa jep bereqet në këtë thirrje. Wallahi Allah s'ka më vet. Sa është detyra Allahut ose është kompetenca Allahut, që Allahu sa je bereqet që më shiku ki podcast ose sa mos më shiku. E bexhetit është që Allahu kur më thoi o bexhet, o molla bexhet, o munove ti me shku kur thirrja ai me tregu po Allah. Allahu s'ka më vet mu pse sa vete e kam pa, edhe nuk e kam pa. E kjo duhet më kon njëti jon. Edhe te e vërteta, ne kur mundohemi me çortu dikan apo me këshillu dikan, wallahi nuk ka qëllimi që ne me pata në xhenem. As me pa ma posë ne. Jo wallahi, se funit ka me lënë këtë dunjë, se kur keq që e kanë lënë. Qëllimi jon duhet më kon përmirësimi i veseve, i mendimeve, i metodologjisë së gabuar për hir të Allahut azza wa xal. Inshallah nuk e keni për epshet e tona. Unë sa herë kur këshilloj, po edhe vetin kur e çortoj, se mi njerëz po më bëxhet. Inshallah e ki për Allah këtë ndryshim, e nuk e ki për epsh. Se vaj hallin nëse e kena për epsh. Po nuk kam na bodobi as sunullahi, as filani, as alani, a kupton vetë veprat e tona dhe çndrimet e tona të cilat kemi pas para Allahut te bareke. Andaj unë e trajtoj këtë tematik prej pikpamjes së mesatarisë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka radialoshi i ri dhe i ka thonë
e ta'dhanu li bizina, am lejo me bozina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka marrë, ka thonë ti e xhenem, ti kanë njëri po marrë, po i ka thonë ka dal. A dëshiron dikush me bo me nanën tane, me motrën tane, me tezën tane dhe kështu me radhë. Derisa ja ka çetsu shpirtin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë jo ja Rasul, nuk dëshiroj. Ka thonë çështë edhe njerëzit e tjerë. Andaj debati dhe krahasimi i xhanave, unë mendoj që është shqjellim më i mirë kur dikush prej neve mundet me pas një mendim ndryshe prej neve, në këtë rast një mendim më ekstrem prej neve. Allah e di më së miri. Alhamdulillah, e trajtuam një temë shumë të mirë mesataria në fe, inshallah Allah na mëson të jemi mesatar. Allahumma amin. Po që për në fund, se me këtë sezon jam të e ba me këtë hoxhallar, për fund një pyetje kështu. Çfarë mendimi ke për hoxhën e nderuar Abdul Fuga? Ja, mësë më prek para ta. Pse e bone këtë Hoxhën pyetje? Ferit e vetë për hoxhën Bekir, ti jam të vetë për hoxhën Abdul Fuga. Shirë në jetë njeriu ka shumë dashamir, shok, të cilët i ka ndoshta nga interesat e ndryshme. Po. Subhanallah, i të më bo një pyetje e cila nuk i kom menu që kemë më bo. Po çka është qëllimi? Po, inshallah jemi të sinqertë. Para disa diteve që ke bajrami, Po. fëmijët e mi e pon që munona me pas një ndihmes për hoxhën, përsen disa aktivitete shka i ban hoxha, pa dashmi përmend. Po. E tha, babi, fëmijët në sofër ishmi, tha, ka një ki shok mas shumë të di, edhe pse munosh me hoxhën Abdul me pas, e konsideroj hoxha im, nga i cili ku mësue. Edhe kam edhe shumë dashamir, hoxhallar shqiptar, prej të cilëve ku mësu, por një ndër ata është hoxha Abdul që e kam edhe për zemër. Po. Tash vallai shoqëria ime ishte edhe bashortja në tavolinë, tash shoqëria ime nuk besoj që kam qenë veç këtë dynjë. Tash unë shpresoj që më konë edhe në xhenet me hoxhën Abdul. Allahu akbar. Domthonë Allahu inshallah na bën sinqert, ish moment që nuk më kishku menja që edhe fëmijët më babo, po edhe ti më babo këtë pyetje. Shpresoj inshallah që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shat persona do të jenë hijen e Allahut, atë ditë që nuk ka hije përpas hijes së Allahut, e një ndër ta do të jetë edhe dy persona të cilët janë dashur për hir të Allahut. Shpresoj që inshallah jemi me hoxhën Abdul. Edhe më shumë vëllezër, po me hoxhën Abdul veçanti inshallah të jemi në xhenet ja Rabbi. Ja, qëllimisht të parashtrova se ne këtë shkupje e dini që jeni shok shumë që u doni për hir të Allahut e Allahu na bëf që mu dash për shembullini për njerëzit tjerë që më pas një shok për hir të Allahut. Hoxha Abdul Fuga dhe Hoxha Bexhet Danjani. Allah i rujt ata dhe familjen e tij dhe gjithë hoxhallart, e veçanti hoxhën tem, hoxhën e nderuar vllahun tem, hoxhën Abdul që shpresoj që inshallah të jemi në xhenet bashkërisht ja Rabbi. Amin. Shkuj se duar ki ishte emisioni i radhës me hoxhën e nderuar Bexhet Danjani, e shifemi javën tjetër. Selam aleikum.